Vetëm 15 kilometra larg qytetit të Pogradecit, fshati Peshkopi po përjeton vitet më të vështira të ekzistencës së tij. Dikur me rreth 800 banor, sot në këtë fshat në rrës të malit të thatë, jetojnë vetëm 30 banor. Shumica janë larguar drejt emigracionit, ndërsa të tjerë janë vendosur në zonat urbane të vendit. Fshati ka patur 700 banor më parë, po tani që kanë mbetur këtu, që jetojmë ne mosha tonja, 38-40 veta. Rruga shumë e keqe, se këtu po të ketë rrugë, të një qërekore mbanë, nuk ka që keqë, tani. Gjas me ardhen, sikur ta bën një vijë, anës një vijë kurse. Do në të sa për të talur, do bëjmë rrugën, dhe më në fund se bën. E di se më vjen keq më shumë, se është një vend që prodhon çdo gjë, e çdo gjë ka një kalori të lartë në ushqim. Kushdo që vjen, do të ndallon, edhe veza e pulës dallon, nga këtu në Zagorçan, këtu shemisht, dallon veza e Peshkopis. Po të bëhet rruga edhe shpresar, se ata vini punojnë të gjithë toka, gjithë prodhimet, nuk mbetet asnjë problem. Një fshat që natyra e ka bekuar me kushte të favorshme për bujqësinë dhe blegtorinë, sot po përballet me mungesën e njerëzve. Kushte më të mira ndeza, këtu punë jo, rrugë jo, shëndetësi jo, të kotrije. Kot. Ka një kodis, pe shkollës. Pogradec, si pas Tiranë, Pogradec, emigracion ka shumë. Po tashi, a janë 20 familje, edhe nga 2 veta. Kjo një, unë një, kjo një, nga ka që jemi në shtëpi. Po kanë ikur, ina të premteve dhe ikin të djela. Ikin Pogradec dhe nëse Pogradec si me qira për në shkollë, se s'ka shkollë këtu. Se është rruga e keqe, s'vini një sësat. Kemi shpresë, pa, me kur do të avej. Kush do të vejt, ata që ikin, të rinë s'ka këtu, pensionistë, jemi ra. Për banorët e mbetur, shpresa që Peshkopia të rimarrë gjallërinë e dikurshme janë gjithnjë e më të pakta. Ata thonë se mungesa e rrugës ka sjellë largimin e banorëve vit pas viti, pavarësisht potencialit që ka zona për blegtori dhe bujqësi. Sipas tyre, vetëm ndërtimi një rruge funksionale mund të krijojë mundësi për rikthimin e jetës në këtë fshat të njohur, që dikur numëronte qindra banor dhe ishte një nga qendrat më aktive të zonës.